ruje mendjen, rimere vëmendjen. Kjo fjali ndoshta pak po duket e çuditshme, por tani do ta zbërthejmë. Allahu na ka nderu me mendje, një dhuratë e madhe me cilën e njohim të vërtetën. Një kjo, e dyta, marrim vendime dhe edhe me cilën kena me dhon llogarin ditën e gjykimit. Po sot, një prej sprovave më të mëdha të kohës është shpërqendrimi edhe robnimi i vëmendjes. Telefoni. Pajisja që e kemi kriju vetë për me na shërby, për shumë njerëz po bëhet zoti i kohës, i mendjes edhe i zemrës. Hyn në shtëpi pa kërku leje. Ti merr orët pa vrejt, edhe të ban me nejt i lidhun pas ekranit si me qeni varur. Aplikacionet janë ba veç me thirr çdo minut. Shiko këtu, mos u largo. Kjo është ekonomia e vëmendjes. Koha jote, fokusi yt, shpirti yt shiten. E njeriu shpesh se din këtë as vet. Sa gjumë na ka hup pe ekranit. Sa zemra janë mush me ankth, me krahasime treme me pasiguri. Sa familje ulen bashk. Po në të vërtet janë larg secili e humb kohën telefonin e vet. Offline aty, online me të tjerë jashtë. Edhe më e rëndësishmja sa shumë ka hup njeriu prej lidhjes me Zotin Allahu. Telefoni e ka hup njeriun prej lidhjes me Zotin, ja ka ndërprej. Sa namaze kalojnë pa përqendrim mend te telefoni. Sa lexime bohen pa vëmendje mend te telefoni. Sa dhikre, përkujtime, dua, lutje bohen pa praninë e zemrës. O, ju që besoni. Njeriu është kriju i lirë, jo robi i ekranit, jo robi i telefonit, i mjetit, jo zot këto. Ti vendos nëse ai ka me të ndihmu apo me të ba rob pa e kuptu. Kjo ndorën tonde. Thuaj vetës. Unë e kontrolloj telefonin, jo telefoni mua. Largojmë kur po faleni. Falmi. Mbylleni. Apo e mbyllmi kur jemi me familje. Përdoroni pa dije për punë. Përdorni telefonin për dobi, jo me hup kohën e jetën kot. Allahu thot, ai i din edhe tradhtit lëvizjet e syve edhe shkam shefin zemrat. Prandaj, ruje zemrën, ruje mendjen, shfrytëzo kohën për Allahun, për familjen dhe për veten tënde. Koha e hupme s'kthehet. Edhe zemra e shpërqendrume nuk ndin qetësi e rahati. O Allah, na jep vetdije. O Allah, na jep disiplin. O Allah, na jep forcë. O Allah, na bon që t'jemi rob të tu, e jo rob të dikujt tjetër posteje.